Plasive të mëdha për aeroportin e Vlorës, Bejgjet Pacolli ka reaguar sërish me anë të një statusin në Facebook. E vërteta vlen më shumë se zhurma. Shumë kam shpresuar dhe jam mburur kudo për civilizimin e shqiptarëve, një popull që për shekuj i ka përballuar sfidat me nder dhe punë, por sot shohin diçka të thimbshme. Dikur krenoheshin me punë, sot me gënjeshtra bukur të formuluara. Dikur thoshim, mos gënje, thuaj të vërtetën. Sot, nëse nuk e njen, përgatitu të vuash. Dikur njerëzit kërkonin të vërtetën sepse ajo udhishte. Sot, shumë kush nuk do as të dëgjoj sepse e vërteta nuk i shërben interesit të ditës. Besimi tek njerëzit, dikur një vlerë e shenjtë, sot shpesh pas, jo më mirënjohje, por me mashtrim, tradhti dhe forma të shumtuara të përfitimit personal. Kjo është fytyra e shoqërive në tranzicion. E vjetra është rrëzuar, por e reja ende s'është vritur. Shumë duan të ngjiten lart, pak duan të ndërtojnë themele, por ka një të vërtetë që historia nuk e shkel kurrë. Gënjeshtra sundon ditën e sotme, por e vërteta sundon të ardhmen. Unë dua të krenohem me punën time të sinqertë, dua të vazhdoj të besoj tek njerëzit, jam ngritur duke ndërtuar themele, me të vërtetën unë synoj të ardhmen time dhe të fëmijëve të mi. Unë zgjedh të qëndroj me të vërtetën, se pa të as zhvillim nuk ka as dinitet, as shqiptari, ka shkruar ndër të tjera Bejgjet Pacolli në këtë postim të tij në Facebook.